Cilësia e ujit të pijshëm në qytetin e Korçës është brenda standardeve të duhura. Sipas specialistit të shëndetit mjedisor Nikola Minga, deri më tani nuk janë konstatuar probleme që lidhen me sigurinë e ujit të pijshëm në qytetin e Korçës. Situata aktualisht paraqitet e mirë. Në qytetin e Korçës bëhet monitorimi i përditshëm. Merren 16 mostra të përditshme dhe një pikë lëvizëse në qytet. Gjithashtu dhe në fshatrat e Bashkisë Korçë kemi marrë mostra uji. Situata momentalisht paraqitet e mirë, nuk kemi pasur problematika. Çdo gjë është konform rregullave dhe në zbatim të VKM-s të caktuar. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor vijon kontrollet periodike për monitorimin e cilësisë së ujit, duke përfshirë si qytetin ashtu edhe fshatrat. Minga apelon veçanërisht për familjet që përdorin ujë pusi për konsum të tregojnë kujdes dhe të kryejnë analiza të rregullta për të garantuar sigurinë. Këshill për qytetarët është të konsumojnë ujin i cili vjen nga ujësjellsi, pasi është më i kontrolluar se sa të përdorin puset kolektive. Në laboratorin fiziko-kimik kryen analiza për disa komponentë si klori, amoniaku, nitritet, si dhe vlerësime organoleptike dhe analiza bakteriologjike. Kontrollet e ujit të pijshëm realizohen sipas një grafiku të përcaktuar, duke marrë në konsiderat shpërndarjen e popullsisë në njësitë administrative të qarkut.